Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Thea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Thea Tarot 2025. Dhe tani do të marrim energjinë e përgjithshme të tarotëve, të fokusuar tek shëndeti, dashuria, financat, puna, lajmet. Te kemi. Na thon tarot për ditën e sotme. Një lajm i mirë do të vi shumë shpejt në jetën tuaj, për sa i përket pjesës së bollokut dhe të dashurisë. Dyshi i shkopimve është një letër e cila tregon që ju keni gjithë botën, pra jeni mbushur në bollok, në dashuri, por sot keni një vuajtje shpirtërore për një person që keni në distancë. Jeni një person shumë human. Ju ashtu si i jepni këto monedha, pra si i jepni njerëzve në nevojë, ashtu dhe ju vinë në anën tjetër. Pra dini të peshoni pjesën e bollokut. Mendoni të bëni një rrugë të gjatë, të ndihmuar nga hëna dhe nga dielli. Por sot e keni me dy mendje këtë rrugë, sepse nuk vendosi dot për këto bollok që keni mbas shpine. Do të bëhet një takim shumë serioz, një takim dashurie midis dy personave. Ky takim do të jetë shumë afatgjatë për qëllime serioze dhe do të jetë i mbrojtur nga ky ëndjë mbrojtës. Do të merrni një lajm shumë të mrekullueshëm tek pjesa e bollokut. Por ky lajm është tek pjesa e dashurisë. Pra, në momentin që ju bëni këtë takim, ju merrni dhe një lajm për pjesën e dashurisë, pra merrni një lajm të mrekullueshëm tek pjesa e energjisë pozitive që keni midis njëri tjetrit. Dhe se ndonjëherë sot lëndoheni nga njerëz jo fort të mirë, që janë njerëz negativ dhe ju lëndojnë me fjalë që thonë, ju përsëri jeni se kjo mbretëresha e shpatave, një person shumë me vetbesim, i vendosur dhe falenderues universit që pjesën tuaj shpirtërore e mbani të pastër, bollokut tuaj shpirtëror. Dhe rreth, pra mendimet negative, i lini që marr toka magnet. Një lajm të befasishëm, të papritur në jetën tuaj, ju e merrni tek pjesa e bollokut, por dhe tek pjesa e dashurisë. Ju ky pëllum i paqes në këtë kupë të argjend, ju sill ju një lajm fantastik, një lajm të mrekullueshëm që do të ndryshojë jetën tuaj tek pjesa e dashurisë dhe e bollokut. Kjo ishte energjia e përgjithshme e fokusuar tek dashuria, tek bolloku, tek financat. Faleminderit shumë, miqtë e mi.